Faleminderit që po i përcjellni këto seancat e paftuara nga lëvizjeve të vendosje dhe nga zoti Dehari, i përkthjeluri i zotit Albin Kurti, i cili zgjedhet qëllimisht si deputet në mënyrë që të jetë bllokuesi i seanca. Mu më vjen keq për figurën e zotit Dehari, që po e lun këtë rol që dy mandate apo 3 mandate, edhe që po bëhet bllokues i konstituimit të kuvendit apo edhe shkelës i Kushtetues së Republikës së Kosovës. Albin Kurti nuk mundet me u fsheh pas petkut të patriotizmit apo atë flamurin që po e vendos aty para seancës, ndërsa me atë flamur janë varros shumë heronj të Kosovës, janë varros shumë dëshmorë të Kosovës, ndërsa zoti Kurti e qet atë flamur para seancës ose para vendeve ku ulin lëvizjeve të vendosje, ndërsa po e shihni pazarin që i bën me Serbinë. Ndërsa ky skandali i fundit që dul nga Aleanca, pas betejës ose pas sulmit të Banskës, qeveria në mënyrë që t'i vendos taks 100%, sikur se i pat vendos zoti Ramush Haradinaj, ata e shpërblejnë Serbinë me gjysmë milioni për renovimin e vagonave. Dhe ndërsa këtu flasin edhe akuzojnë të tjerë që kanë bashkëpunuar. Jo po bashkëpunoni me Serbinë, edhe Albin Kurti po bashkëpunon me Serbinë, edhe sheni atë bisedën e famshme, kur zoti Radojqiqi ka qenë i kërkuar nga organet e drejtësisë, ka qenë i shpallur në ngrata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërsa këta kanë pas komunikim të mirëfillt përmes zonjës Kusari Lila për të mos u përfshirë veteranet e luftës në ligjin e pagës minimale. Do të ketë edhe angazhime të tjera opozitore, nuk do të ndalem, sepse ky vend që zoti Kurti e ka gjetë të gatshëm, pa mundin e sakrificës, pa derdh njerëz, ky po do me shkatru. Nuk do e lejoj me shkatru vendin, sepse mbi themelet e lirisë së Kosovës, mbi themelet e pavarësisë së Kosovës, po edhe Kushtetutës së Kosovës, ky vend është ndërtuar me gjatë, me mundi dhe me sakrificë, dhe nuk do të lejohet askush ta shkel këtë mundi dhe këtë sakrificë të popullit shqiptar ndër shekuj dhe ndër dekada për të ardhur në ditën ku jemi sot. Faleminderit.